Edhe pse pritej që përgjigje për këtë të kërkonte opozita, megjithatë Lupço Prengjof nga radhët e VMRO DPMN-s i parashtroi pyetje kryeministrit Mickoski nëse është e vërtetë ajo që akuzon LSDM-ja opozitare, se ka pasur marrëveshje mes tij dhe BDI-s që Artan Grupi fillimisht të lihej të ratisej e më pas të kthehej. Mickoski u përgjigj se për këtë nuk ka asnjë logjik, pasi ai në të kaluarën ka qenë vazhdimisht cak i Artan Grupit, dhe se të shqetësuar për këtë tani është LSDM-ja. A tije koji što сега совестта им работи, немирни се, тешко спијат, нервозни се, тоа се гледа по фацијалните експресии на пресконференциите, немирот си го прави своето, сега велат доаѓа крајот. И кога доаѓа крајот, тие се обидуваат како мачка да рипнат во очи. Но они заборавиле дека ние сме лавови и ваквите како нив ќе одговараат. Për kthimin e Artan Grupit, edhe pse nuk u pyet, foli edhe ministri i drejtësisë Igor Filkov. Ми требаше некое време да сватам на што се должи ова хистерија која што во изминатиот период беше продуцирана од страна на одредени политички партии, но после онаа епизода Артан се враќа дома, нештата се многу појасни. Diana Toska nga BDI tha Filkovi që të mos përzihet në punën e gjykatave dhe prokurorisë. Nderuar ministër, mjaftë e përmendat më Artanin. Ai u kthy. U dorëzua vetë, edhe lejoni, ju lutem, që organet gjyqësore dhe prokuroria ta kryejnë punën e tyre. Mos u përzinin ato punë. Përveç se nëse jeni mësuar të ndikoni të përziheni, atë ajo nuk mundem të them diçka tjetër. Me një mesazh të tillë, doli edhe kryetari i Kuvendit Afrim Gashi pas brifingut të sotëm me gazetarët. Nuk është mirë të përzihemi në proceset gjyqësore, shkoja e fundit që secili institucion ta bëj punën e vet në mënyrë profesionale dhe të ndërgjegjshme, dhe në fundit për çdo proces, përfshirë edhe këtë të fundit, me rëndësi është drejtësia. Qytetarët duan drejtësi dhe mendoj se duhet gjithë të punojmë që drejtësia të vijë në këtë vend përfundimisht. Pas kthimit në vend, Artan Grupi ndodhet në paraburgim shtëpiak, pasi gjykata vendosi që ta anuloj, ndryshoi vendimin për paraburgim efektiv, gjë që shkaktoi reagime në opinion.